Sot do ta kemi një recetë të kadaifit pak më ndryshe. Disa nga llojet e kadaifit e kam prezantuar tashmë, njëri prej tyre që unë kam shumë për qefi bëhet me sherbet dhe me krem të vaniljes. Mirë po kësaj radhe do ta kemi kremin e çokoladës bashkë me lajthi. Një kombinim jashtëzakonisht i lezetshëm dhe në anën tjetër shumë shpejt në përgatitje. Pasi që nuk do të kemi sherbet, kadaifin do ta skuqi dal nga dal këtu me pak gjallë, duke i shtu pak sheqer. Kur fillon sheqeri të karamelizohet, vetëm pak ujë i shtojmë. Kështu që pavarësisht as gjysmë ore punë nuk ka, e keni një ide më tepër qoftë për Ramazan, qoftë edhe për Bajram, afër tashmë. Kështu, po filloj spari duke shtuar gjalpën. Dhe kadaifin e thaj kështu pak me dorë. Do të thonë, fijet e gjata, ja shkurtoj. Sa të shkrihet pak gjalpa dhe filloj. Lajthit i kam vut piqën, kështu bëhen edhe më të shishme, e lirojnë yndyrën dhe shijen. Do të thonë gjithmonë frutat arrore, nëse doni të keni më shumë shije, atëherë gjithmonë i djegni. Gjalpa ka filluar të shkrihet dhe një herë shtoj kadaif. Në anën tjetër vazhdoj me kremin. Këtu kam qumshti. Pak e lo për fond, sheqerin, dhe një shestin me kakao. Vezë. Pak ekstrakt të vaniljes. Përzihet mirë e mirë. Ndërkohë, kadaifi piqet në temperaturë më mesatare. Unë po vazhdoj me kremin. Duke e përzi vazhdimisht. Lajthit janë gati. Pjekën. Edhe kremi është drejt përfundimit. Edhe gjalpa është drejt. Edhe kadaifi. Tash mbetet vetëm t'ja shtoj sheqerin, që të fillon edhe sheqeri pak të karamelizohet. Kremi është gati. Kjo është dhe më thënë tekstura që duhet ta fitoj. Shtoj gjalpën me një herë. Tash lajthit po i bluaj, edhe pse është mirë që të ftofën pak. Si do të qoftë, unë po vazhdoj, pasi s'kemi kohë.
dhe drej në krem. Ja, shikoni si e ka marrë ngjyrën. Tamam si që duhet. Nëse e doni të thatë, mundeni që ta lëni edhe kështu si që është. Bëhet si formë e biskotave, do me thënë pak më e thatë, kështu pak zbutët. Kështu që te dy mënyrat mund ka pëlqy shumë. Dhe me piron e zhvendosi gjysmën këtu, duke shpërndar. Ja, do me thonë, e mbuloni tërë sipërfaqen, duke i shprishur kështu fijet pak. E tash mbi sipërfaqen me njëherë kremin. Dhe mbetet ja shtoj lajthijat sipër. Kjo njëkohësisht edhe ndihmon që sipërfaqja mos thahet. Ka që kishte sa i përket përgatitjes, do me thënë, ashtu si që thash 20 minuta kohë, jo më tepër. Presim të ftoftë dhe ta ndajmë në pjesë të vogla. T'ja shtoj edhe nga një lejthi për porcion. Ja dhe ëmbëlsira me lajthi, me shije të çokoladës gati. E keni një ide fantastike, miq. Ja, pra shikoni. Kadajf dhe krem çokoladës. Një kombinim fantastik. Besoj që keni mundar kënaqur, kështu që provojeni patjetër. Po e përfundojmë kështu edhe këtë recetë për të vazhduar nesër në po të njëjtën kohë këtu në KTV. Mirëmbëjtje.